90% e këtyre parashikimeve do dalin. Kështu që mbani shnim dhe do më thoni pastaj, apo jo Kristi? Amo. E ke nisur vitin me shumë besim. Patjetër. Do të bëjmë një parashikim? Kjo është episodi i parashikimeve. Po. E nisëm kështu sepse duke qenë se ngjarje ende nuk ka përveç futbollit ndërkombëtar që po luhet, këtu në Shqipëri ende nuk ka rinisur. Po. Në 10 fillojnë kupa dhe pastaj kampionati është javën tjetër. Do bëjmë parashikim në lidhje me kampionatin shqiptar, golashënuesin, pastaj do prekim çdo kampionat në Europë, klasë të ligat kryesore, 4-5 ligat kryesore, Championsin dhe disa parashikime kështu interesante në lidhje me kombëtaren apo dhe rajonin këtu Kosovë, Maqedoni. Okej. Tash të themi drejtorit ta nisim nga kampionati shqiptar, duke qenë se ne ndjekim më shumë kampionatin shqiptar, edhe pse nuk ndiqet shumë nga tifozët, por tani kjo është renditja aktuale. Vini do ta nis me ty si orakulli i okulti, se okulti e ka kështu në traditë që do bëjmë parashikime. Jo, dëgjoj, alienit Fred Sako i doli parashikimi i Venezuelës. Po. Kështu që jemi tani në presion tani, duhet. Unë thash 90% i ketë kryer, ja. Duhet t'ju them që nuk është dëshirë, janë mendime dhe parashikime. Atëherë, kampion do të dalë Ignatia, themon. Sërish, për tretën herë. Po. Ignatia del kampion, sipas mendimit tënd. Sipas mendimit tënd? Do bëj pak opozite kjo pjesë. Po. Dhe mendoj që duke parë ndeshjet e fundit, them që Dinamo do jetë surpriza e këtij sezoni. Nuk është mund të kesh. Jo, flas për titullin kampion. Dakor. Dinamo është surprizë se rikthehet pas shumë vitesh të po e fitoj. Dakor. Kështu që Dinamo mund të jetë mendimi im. Po pra. Parashikimi im këtu, sipër që Dinamo do jetë ekipi që mund dal kampion. Pastaj kemi dhe kupën e Shqipërisë, që është një trofeu i dytë për rëndësia. Dhe në 10 janar fillojnë ndeshjet e kupës. Po, të shtunën. Të shtunën. Tani, sipas teje, kupën, vitin e fundit e fitoi Dinamo. Po. Një vit më parë Ignatia. Po. Ky vit që vjen, për kë mund të jetë këtë vit kupa sipas Ervin Bakut? Këtë vit kupën e fiton Vllaznia. Vllaznia? Po pse qesh? Po se kam komplet mendim tjetër, nuk e di. Normal. Më doli kështu e bronç, por nuk e di. Po. Nëse nga që Vllaznia nuk më ka pëlqyer këtë sezon edhe mendoj që do të mbetet pa trofe. Unë jam te Elbasani. Po, Elbasani. I tham. Është interesante, si të pëlqeu. Jo. Serioz, është vend dytë? Patjetër. Ndoshta për titullin nuk ka aq benzinë, po për kupën edhe mund t'i dalë. Shikojmë, ne nuk i dim rezervat sidomos tani që u mori Amerika Venezuelën, nuk e dim se si do shpërndajnë rezervat e naftës. Nuk e dim. Për rezervat e naftës më duket se ke për ato 3 milion euro që do shpërndaj duka. 3 milion euro ato, rezerve madhe. Pse? Janë pak. Tani do ta vendosim në një renditje ndërtore, do pyes Vinin parashikimi tjetër i tretë, domethënë parashikimi tjetër është cilët janë ekipet që shkojnë në Europë, sipas teje. Domethënë një shkon në Ligën e Kampionëve, në Champions, dhe tretë të tjerat janë në Conference League. Unë mendoj që kjo renditje që është sot, në datën 6 janar, kjo renditje do të jetë në fund. Domethënë ti mendon që Ignatia, Elbasani, Dinamo dhe Vllaznia do jenë ekipet që do shkojnë në Europë. Mund të jenë në renditje të ndryshme. Jo, thjesht ku shkon në Europë. Po kjo është final 4. Kjo është. Po. Shko se mund të marrë një kupën një jashtme dhe mund të digjet një nga këto të katërt, për Europën flas. Po, do ta marrë kupën, po nuk do digjet. Këto të katëra do shkojnë në Europë. Unë mendoj që Vllaznia mbetet pa Europë. Vllaznia mbetet pa Europë. Okej. Mund të një mes të Utës, Elbasanit e thash pasaj, dhe Ignatia me Dinamon që janë aty. Dakord. Parashikim ai basti im, them që Teuta mund edhe të parashikimi fort ky joti, po. Ë? Shikojmë patjetër. S'ka më ndodh, jemi në futboll, kështu që. Jemi në Shkodër, do thosh. Po se Vllaznin lam jashtë. Pastaj kemi edhe atë verdiktin, po them që është akoma projekcion, por rënë nga kategoria është pak
Është e sikletshme aty dhe Kush bie në kategoria Kristi? tani sonë, Po normal, njëherë unë, njëherë ti. parashikime është gjithmonë. Po normal. Mendoj normal. që Nuk vjen gjë e keqe nga fjalët. po. Mendoj që rrëzohet Klub Futboll Tirana Po? dhe Bylisi. Klub Futboll Tirana dhe Bylisi. Po. Okej. Your turn, thaj. Unë mendoj që rrëzohet Bylisi dhe Futboll Klub Tirana. Si jeni i mendim me mua këtu? Po. Në vërtet, ë? Po. Po në vend të 8 Në vend të 8 është Flamurtari. Vora. Flamurtari them unë. Flamurtari, unë ndoshta them dhe Vora, po ka mundësi dhe Flamurtari, jam kështu. Dhe Flamurtari do të ndeshet me Pogradecin. Do me thënë jemi në një pikë, parashikimi jonë në një pikë është i përbashkët. Po. Tek cila bie. Të cilat Do thonë bien dhe cila bie. Do thonë këta kanë bërë me fjalë këtë podcast. Jo. Drejtori thotë që nuk bie Tirana, kështu që do bëj blerje. Tirana bie nga shkallët, drejtor. Po, është një 9 pikë larg vendi që shpëton, është Vora aty. Ne thamë që këto nuk janë dëshirë. Jo, Tirana ka nisur blerjet më, po puna është çfarë blerje bën, se edhe sezonin e nisi me pafund blerje, po. Këto nuk janë dëshira, i them të gjithëve. Jo, se po e theksojmë shumë të pjesë. Parashikime është? Po, parashikime është, po. Mbas të asaj që kanë reflektuar deri tani. Po. Ky është parashikim. Gjithmonë në bazë të kësaj. Po. Gjithmonë çdo parashikim është në bazë të asaj që kanë prodhuar deri më sot. Kaq. Tash mund të kemi edhe një parashikim të çmendur, ë? Po. Do thënë jemi dakord të dy që Skënderbeu me Laçi ngjiten. Kalove te kategoria e parë. Po. Skënderbeu dhe Laçi. Janë dy ekipe që kanë një lloj distancë, janë të shkëputur pak nga vendet e tjera poshtë, plus që këto vende e tjera nuk e di, s'ka ndonjë projekt serioz, përveç Pogradecit që Pogradeci është serioz. Serios sepse ka financa vini dhe financa. Jo, je dakord që Skënderbeu me Laçi ngjiten financa që nuk e di nga burojnë parat në presidencë, se kështu janë këtu në Shqipëri. Po. Por që ato lek që mira është futen në sport, idhen në futboll, po se janë lek që justifikohen apo ashtu është problem tjetër pastaj. S'është problemi jonë. Po. Nëse Pogradeci është ekipi që ka investuar dhe besoj që do jetë ai që mund të bëj pak me dhimbje koke, po them këto të dyja, Laçin dhe Skënderbeu, por siç e tham parashikimi unë kam përshtypjen që do bëj me dhimbje koke Laçin, se për mua Skënderbeu është i pakapshëm. Ky është mendimi im. Por që mund të tentoj Pogradeci ngjitje nëpërmjet play-offit. Po. Duke qenë se mund të fitoja të mini play-offin në katërin e parë. Luaj me vendin e 8 pastaj. Sipas te do luaj me Flamurtarin, sipas me i bie të luaj me Vorën. Vorën thotë. Po. Unë i bie mbëshë play-outi do jetë Pogradeci Vora. Dakor. Unë mendoj Pogradeci Flamurtari. Pogradeci Flamurtari. Ecim tani vim te golashënuesit. Po. Kemi edhe renditjen e golashënuesit, mund ta shohësh vini është Bekim Balaj. E thjesht fare, për mua s'ka 2 pa 3. Pra Balaj. S'ka 2 pa 3, për mua Bekim Balaj me pse mos ja marr ky Bregu kështu. Jo, s'ja merr dot. Nuk ja merr dot. Po pse ti e ke shef Devi Bregun? Po patjetër, po s'ja merr dot. S'ka asnjë sulmos apo shit. Çfarë parashikimi ti japësh tu? Unë me Sagu 7 gola, po Elbasani s'para shënon shumë, s'është ekip që shënon Sage. Po, Albaneze është ans kështu 10. Mund të ketë një shpërthim ky. Kur Bakayok, Maksuti. Guindo 4 gola. Edhe Maksuti Bala është 6 gola parë. Edhe Maksuti në projekcionin tënd, domethënë, që në projekcionin tënd që Flamurtari shkon shumë lart. Po, tash mund të shënoj gjithë golat Maksutit tani aty, se është kaq e lehtë. Atëherë për mua është Balaj me 20. Mirë, do ta bëjmë kështu këtu. Po. Do zgjidhim të dy Balajn. Po. Parashikimi është Balaj, po do shohim kush e ka më shumë afër parashikimin nga numri të golave që mund të shënojë Balaj. 22 them unë. 22. Po. Ja futen çik kështu. Shumë, 12 gola më shumë. Po pse? Unë do them ka dhe 2 faza, ka dhe 3 ndeshje. Unë do them 10 plus 7 Bregu, 17 gola bën Balaj. 17. Po 2 më pak se sezonin e kaluar. Okej. Unë them bën 3 më shumë se sezonin e kaluar. Çka ka me vllazdin ky Kristi të stop. Unë s'kam asgjë me vllazdin. Pra Balaj thash do dalësh golashënues, po. Këto fazat e dyta janë pak më të vështira. Gjithmonë. Vetëm nëse nuk ka pasaj ndonjë tolerim nga fundi që të nxjerrim kemi parë. Nuk ka, jo. I mësuar në futbollin shqiptar ne të shohim të bëjë një sulmues nga 6 gola në ndeshje. Kjo formula e re nuk na lejon, kështu që pa merak. Ecim.
Tani, pas golashnuesve, kalojmë pak te rajoni, kemi Kosovën, Po. do ndalemi pak këtu Po. më shumë se këto kampionatet e tjera. Ka disa foto drejtorit të trajnerëve dhe renditjes si është në Kosovë dhe parashikimi jon se cili është ekipi që shpallet kampion. Po, hëmë drejtor? Kush mendon ti që shpallet kampion në Kosovë? Në Kosovë, Po. unë kam të qartë fare, nuk e diskutoj fare. Vendi 4 del kampion. Drita? Drita Gjilanit, po. Drita vendi 4. Po, Dhe del është kampion. 4 pikë larg. Po. Pse nga që po bën mirë në Conference League. Patjetër, Malisheva shkon në Europë. Kush mo? Malisheva. 27 pikë. Po, vendi 5, po. Po kënd do nxjerrësh jashtë ti? Dukagjinin. Po okay, ja Drita në vend Dukagjin, po Malisheva? Apo në vendin tim? Si, Drita është vend Do lejmë Ballkanit. shumë. Po. Drita është vend Ballkanit. Ë? Drita del kampion. Po Ballkani vend 2. Po, Po Prishtina? vend 3. Po vend 4? Malisheva. Po ti nxorë Dukagjinin. Po. 1 2 3 4. Po sa shkojnë aty? 3 shkojnë. Sa shkojnë? Apo është fituese e kupës? Fituese. Shkojnë 3 dhe fituese e kupës. Po. I vit njëra nga këto fituese e kupës, Po, patjetër, po, po. Ti thua del Drita kampion. Drita kampion. Vendosja pak o drejtor foton e këtij trajnerit të Dritës. Super trajner. Është Super trajner. do marrojmë një parashikimin tënd pastaj Po jo, parashikimin ton, se un po i vëzhgoja pak sot dhe pas disa trajnerë që kanë ndryshuar aty me largimin e Shejt, ka ardhur një kroat në drejtimin e Ballkanit. po. Trajneri i Duk Splitit, Sherifit, dhe mendoj që ai do jetë ti ke këtë Zekeria Ramadanin, Shumë i mirë. ë? Ne Shumë e kishim këtu ne edhe nuk e mbajtëm. Shumë. Por kë kemi mbajtur ne? Dakor. Nëse mbajtëm Muriqin këtu, jo të mbajmë këtë. Po mirë, okay, Muriqi do kalonte këtu. Si do kalon? Kaloi Muriqi te utat e besa dhe pastaj nuk i S'mbajtëm- morën ndonjë lek thuaj, nuk e shitën, Po. i morën ca gjëra të vogla mbasi u shit, po. Zekiria Ramadani, Vini parashikimi është del Ballkani kampion. Ballkani. Po. Pse mori këtë kroatin. Po, ky do jetë ai Chelsea i Okej. kthesës që dhe ka rezultuar që me ardhin e kroatit Ballkani vetëm fitore. Okej. Mund ta ashtu paraqes drejtori në foto të gjithë me radhë. Po Trajnerët që- Drita po bën mirë shumë edhe në Po pra kam. është historike, ha, Shko, Dukagjini që ishte në të renditje, ka një trajner të ri, ë? Ky ka qenë ndihmës, nduaj për gjokaj. është i pa dëgjuar, ka qenë ndihmës aty në staf, dhe tani me marrjen e këtij ka qenë surprizë. Do Dhe është të gjithë e ka është tip Oltion Kërnaje ky. në një kampionat paralel, po i Dukagjinit. Edhe Okej. pse ti e le jashtë Europës Dukagjinin, po kishte bërë mirë. Është e vërtetë që kishte bërë mirë. Okej. Mund të vazhdosh drejtore edhe me fotot e tjera për të treguar Vinit atë trajnerin kroat. Kishte Mislav Karoglan. Mislav pas- Karoglan. Në ta mbush syrin për kampion. Jo, jo. ja. Shpallëm kampion. Shko, ti e bëre dritën për dytin vit rresht kampion, se Po. ka dal. Po. E Dritën. guximshme është, po. Dritën për 2 vit radhës. Ka ekip të mirë, ka. Dhe Ignatian Po, për ky si duket 3 radhësi. Toverlani, ka qenë Toverlani, i mirë. gjithmonë mirë, po. i ashpër me deklarata ky. Po. Gjithmonë ka qenë trajneri i U21 ekipit U21 të Kosovës dhe gjithmonë është e ka kritikuar Lok Bushin ky. Ashtu, ë? Po, Po, ka mirë. qenë gjithmonë kritike dhe kështu deklaratat e fundit e mbaj mend. Pse na majnë lojtare, pse ashtu ai josh me mënyrat e tij. Bushi aty sa vjet u bë Bushi? Po Bushi ka qenë në 2016, Nuk kanë mos gaboj. s'ka Pas dhënë- Europianit 2017 po bën 10 vjet. ka themelet forta. Po është është trajneri më i gjatë. Edhe- Në fakt se shohim se do besoj që Do mas Dukrës vjen Bushi. Bushi ti ngelet që Europiani u 21 2027 dhe Po. mbas asaj duhet ta mbyll me ndere, ndoshta pastaj të shojë edhe një post tjetër. Si duhet ta mbyll? Po pse nuk provon ndonjë të marrë ndonjë ekip valla Tiranën apo këto? Po duhet ta Po mbyll. 10 vite aty. Po duhet ta mbyll. Mërzitet robi 10 vitet e një ekip. Po duhet ta mbyll thërtime, po ç'a thot ai? Po mirë, dakor. Nëse me ulje ngritje ka qenë gjithmonë ekipi shpresa, ka mos ja edhim dhe ato poshtë. komshi. Ka komshit, është komshiu drejtori, nuk është Po, shajm drejtor, jo, po jo. po themi që ka bërë punë të mira. Normalisht ka nxjerr lojtar, por nga ana e rezultateve mund të themi që ka dështuar. Sepse nuk është kualifikuar ende për një kampionat evropian. Ktu ka mundësinë që të bëj surprizë. Bushi i japi meritën për spikatjen e lojtarëve që ka marrë disa lojtarë dhe janë bërë janë ngjitur në ekipin A, Mhm. janë rekrutuar dhe kjo është dhe merite e atij.
por nga ana tjetër rezultateve nuk e ka menaxhuar siç duhet gjatë Ka mundësi në 2027 të bëj surprizën e madhe. Po nuk bën surprizë me ato. Është kualifikuar automatikisht nga që jemi vend organizator dhe me ato do hash 3-4 gola për ndeshje vi tani. Shikojmë. Sepse janë ekipe që nuk të falin, janë Të shikojmë. Europianë, tani ata Gjermania, Franca, Spanja janë shumë të forta. Po qëllojnë këto për shembull, ato ekipet e grupit ton, një epidemi ushqimore për shembull, se kështu. Po, ky është parashikimi i radhës. Jo. Po si pa epidemi? Po do ta bëjmë në 2000. Po vinë me kuzhinier me vetë ti thua epidemi. Se ku do ata në Librasht? Do ta hajmë në janar, në janar në arshëm do ta bëjmë të parashikim. Eci. Mirë. Nëse do akomodohen në Librasht, aty nuk ka trafik dhe janë këto paçe pilaf edhe mund të elmohen. Po s'ka fond Librasht për akomodim. Po ku i di deri pas 2 vitesh mund të ngrihet një kompleks. Okej. Afër me Elbasanin është i bie, sepse shko, gjitha këto ekipe duan një kompleks për të akomoduar edhe kompleksi duhet të jetë me bar natyral. Po. Fushë stërvitjes. E donte ushta 18 me bar natyral fushën stërvitjes, jo me 21 ishin. Janë lojtarë që luajnë me ekipe të u bën Shijak gjithë investim të stadiumit, po. Kështu që edhe në Shijak duhet të bëj një restorant i mirë. Bëjmë shaka tani, po vazhdoj me rajonin, kemi Maqedoninë. Po, edhe këtu e kam të qartë fare. Ta them këtu, ta gjejmë. Jo, Vim Baku, parashikimi i Vim Bakut është Struga kampion sepse është miku i Bledi Shkëmbit. Absolutisht. Ha, e gjeta? Po. Domthon këtu është dhe dëshirë dhe mendim. Është dhe dëshirë me mendim këtu Po, bashkë. sepse 41. unë mendoj që Shkëndia është shkëputur pak larg. Pse s'mund ta përmbys Shkëndia 6 pikë janë, çfarë janë 6 pikë? Kur e 2 mendoj. fitore. Atëre jo, do rritë Struga. Do të ndohem si. Do të ndohem si. Jo, do rritë. Mos thotë që Bledi. Jo. Jo, do rritë Struga. Ka bërë shumë mirë Bledi këtë herë. Ka bërë shumë mirë, po unë mendoj që Po? Vardari del kampion. Pse? Parashikimi. Okej. Vardari Dakor. është ekipi që ma mbushi më shumë mendjen për kampion. Ka një shqiptar aty ke Vardari? Në dinë time jo, Jo, se di, janë nuk e anti- kam... Janë dhënë shqiptar ato. Shumë. Mendoj që i ka ardhur viti, sepse këta, kështu, në këto po investove me... Vardari kujt është i Shkupit? Po, Okej. mendoj që është viti i Vardarit. Viti ishte për të rënë nga kategoria, këtë vit dal kampion, domethënë. Ka disbalanca ky kampionati i Maqedonisë shumë. Ndërkohë Shkëndia është aty gjithmonë për kampion. Nuk është se ka pasur një krizë. Dedi Shkëmbi kampion. Eci. Vazhdojmë drejtor me një foto ku duash mund ta prekësh qoftë Itali, Spanja apo Francë, Angli si duash ti, sepse ne do bëjmë dhe parashikimet se cili ose me Championsin. Po nisim me Championsin po. Cili Champions që është mi rëndësishmi. Champions. Kjo është renditja aktuale për momentin, sepse pastaj vazhdojmë në fazën tjetër, pasi të luajnë ndeshjet e tjera, do fillojnë ato me eliminim direkt. Për të dytin vit me radh, Paris Saint-Germain është në çatinë e Europës. Po. Që janë kemi drejtorin këtu. Po drejtori është tifoz i Realit, sot do ta marr Parisi. Është me këmbë tokë. Okej. Simpatizon Realin, drejtori dhe i tifoz i Interit. Tani po flasim për ekip të madh, Interi nuk është ekip i madh. Parashikimi yt, Kristi? Parashikimi im. Bayern München. Bayern München. Mendoj që është viti i gjermanëve këtu dhe duke e kam parë disa ndeshje Bayern dhe me Parisin e pash që në fillim kur u përball, por edhe në ndeshjet e tjera që Bayerni ka një ekip të frikshëm që po arriti që të jetë në 100% që në vetë nuk ka ekip që t'i dalë. As këto Real, Barcelona, as Arsenali që është i fortë. Ka një pikë të dobët të Bayerni që është mbrojtja. Mirë. Pson shumë. Po dakord? Për të parë mbetet. Po. Mbase kemi një përballje Paris-Bayern, e shohim nga stadiumi. Okej. Ti prap si francez që ke jetuar aty, prap Parisin zgjodha apo. Jo. Më duket se po ndikohesh me këto parashikime. Jo, fare. Apo janë tash unë thash disa shenja. Nik shenjat jo. Jo, unë thash një deklaratë që 90% e parashikimet mia janë të sakta.
Okej, bra. Europa Ligën, Kristi, kush e fiton? Europa Ligën. Tash këtu kisha të disa dilema unë. Po. Sepse aty është Roma ime, Ta them unë. me që pyete po them, fituesi i Europa Ligës, duke qenë se ka dhe një eksperiencë, është Porto për mendimin tim. Porto. Po. Fituesi i Europa Ligës është Aston Villa për mua. E bukur dhe kjo. Dhe unë isha në dilemë këtë, por them që Porto Një ekip e fantastik. kam parë dhe Aston Villa është madje në vend të tretë në Angli, më duket edhe ekipi i fortë. Okej. Porto Aston Villa do të thotë. Në Interesante. Që aty ka dhe emra të frikshëm. po. Në Conference League? Conference League. Drita Shkëndia. Conference League. Aty isha i dyzuar mes AEK-ut Atinës duke qenë se luan Strakosha, por nuk më duke qenë se pasaj kalojnë të faza me eliminim dhe do zgjet një ekip anglez këtu. Po. Crystal Palace. Atëherë Është shumë i fortë. unë do të Edhe besoj që do gjithmonë kjo Conference Liga shkon për këto ekipet që janë të forta në kampionatet e tyre, por nuk arrin dot të marrin titullin. Unë do të zgjedh atë që e mundi Crystal Palace-in me përmbysje, pjesa parë 0-1 dhe fitoi 2-1. Fituesi i Conference Ligës do të jetë Strasburgu. Frans. Beton, çfarë ta vazhdojmë podcastin? Ky do thotë, shkoj tani. E di që ka super ekip Strasburgu. Shkoj tani. Po ta vazhdojmë podcastin? Po ta vazhdojmë, ky do thotë Mbappé, do gjitha këto që ka unë do thotë ky drejtor, ky i bazohet emra. Ti nuk e di që Strasburgun e menaxhon Chelsea. Po dakord. Pronarët e Chelsea. Edhe Viteshën, këta e menaxhonin dhe e zhytën është në kategorinë e dytë tani. Strasburgu kryeson me merit plot, thash edhe një herë. Dakord, më nuk jam kundër. E pash, por ka një tifozlik fantastik. Ka. Unë them do shkoj deri në gjysmën finale Strasburgu, deri aty. Do ta shikoj. Sepse edhe po, e saktë që Vitesha u sulmuar nga Abramovici. Për sulmuar do ishte bashkëpronësi. Pastaj ata edhe nuk e menaxhon siç duhet. Pse nuk ka Chelsea? Chelsea ndroi pronar. Po nëse pastaj diskutim tjetër ai Viteshës, po them që ecim. Këto dy pronësitë nuk është se shkojnë shumë mirë, domethënë. Mund të shkojnë një vit, pastaj një vit ç'dojnë. Premier League. Unë mendoj që ky në mënyrë absolute do të jetë viti i Arsenalit. Jam i bindur për këtë. Ka shumë vite Arsenali se fiton. Po, në qoftë se ka shumë vite që po ka shumë Liverpooli ka dalë nga gara për titull, Chelsea po, United po. Dgjoj. Shikoj Si thua Arsenal, jo? Shikoj Sunderlandin në që futet në katçe. Do jetë një garë kudzimshme kjo. Po. Po si nxjerr Liverpoolin e të futet Sunderlandin? Më intereson kush do dalë. Shkon prap ka atë Granit Xhakën aty dhe do që ta lidhë me atë që po dgjoj, doon çfarë lidhet me mua ecën valla, është e çuditshme. Po, është një e kudzimshme kjo, domethënë të lesh të kesh aty Chelsea, Manchester, Liverpool dhe të futur Sunderlandin në katësh. Po doli kjo, nuk e di. Le mos dali të gjitha këto tjera vetëm kjo po doli. Jo, kjo ishte jashtë parashikimeve. Ti e the? Okej. Ecim. Të nxori goja tani? Okej. Mbaje. Po. Unë them që ti këthejër. City, Guardiola merr kampionatin dhe largohet. Guardiola merr kampionatin dhe largohet. Kush vjen? Nuk ta mbajnë gjojt Arsenali. Vjen Arsenali ka dhe fat keq. Vjen Maresca? Nuk e di tash ja, mos bëhemi kështu, është erët për. Ti e di që ishte në bisedime me Po. Biles një ndër akuzat e drejtuesve të Chelsea ishte që nuk mund të jesh në bisedime, është drejt kanë, me thënë drejt. Ecim me tërmetitën, po unë them që City Guardiolës City Guardiolës mund të jetë ekipi që ta përmbys Arsenalit, sepse s'ka tjetër. Këtu Primera Divizion. Këtu është e thjeshtë për mua. Vendi i parë. Po. Barcelona, po. Barcelona 4 pikë para. Këto janë gjithmonë si macja më mirë, do jenë gjithmonë, po nuk e dim kush do jetë macja këtë vit dhe kush do jetë miu, po
Me që zgjodhe Barcelona apo zgjedh Realin t'ia bëj shefin drejtorit. Jo, po zgjedh Realin, Po tani parashikimi im është Reali për kaq. Real, ja, ashtu. Real. Okej, në rregull. Me duke qenë se isha në Madrid tani në dhjetore, po them Reali. Po pse nuk zgjodhe Atletico në Madrid? Ja. Po tani se nuk më pëlqen ky Çolë, Simeone. Po. Trajneri më i paguar në botë. Nuk më pëlqen sepse ishte deri diku interesant për tu parë sepse arriti të thyente shumë sulmues të fortë me atë mbrojtjen e ekurt dhe me kundërsulmin vrasës, por tani është bërë i mërzitshëm. Ishte deri diku arriti dhe finale Championsi, por që tani është bërë i mërzitshëm me lojën e tij dhe mendoj që i ka ardhur koha që të thonë mjallë, të vazhdojmë një strategji tjetër të Atleticoja, se jo një futboll sulmues. Kush po luan futboll mbrojtës tani shumë pak ekipe ja. Eci me kampionatin tjetër. Eci. O Itali, kjo është kampionati drejtorit. Atëre unë jam i bindur dhe këtu. E vini të pyes, kë kampionat ndjek më shumë ti kështu si që ke qenë tifozi i një kampionati? Do të lidhet edhe me moshën apo varet me mundësinë që keni para atëre në televizion? Unë kam patur një fat madh që nuk kam qenë me asnjë në Itali. Kam qenë tifozi që i vogël, tifozi i Bayernit. Dhe kam mbetur, po me kalimin e viteve i ndjek këto 5 kampionate. Ke qenë më shumë Champions guy, domethënë ata që ndjekin Champions. Domethënë këto 5 kampionatet i ndjek. Për shkak këtu jam i sigurt fare, i sigurt që titullin kampion e fiton Conte. Prapë? Po. Po Napoli. Po, unë sa inate kam atë Napoli, nuk e di pse. Patjetër. Para se bashkimit tim do bëj drejtori, drejtor shkrepe. Ndeshje në 35 Intri shpall kampion. Tre ndeshje para fundit. Shkoj dhe ka dhe tre ndeshje para fundit. Drejtor Fiori thotë që 3 ndeshje para fundit Intri shpallet kampion. Okej. Shumë mirë. Ti, zotri? Shko, se tani është pak se unë jam me Romën tifoz, por parashikimi im nuk do jetë Roma. Mendoj që Milani do jetë ekipi këtë vit, po e lidhe unë me Iglitaren, që unë dalë kampion. Po. Pastaj ka më shumë shanse, sipas mendimit parashikimi. Po. Ndërsa ajo çmenduria që e mendoj te këtë është Juventusi kampion. Po ja, po ti the dytë tash, ti dole jashtë. Po më lejohet më lejohet se si lejohet. Më lejohet. Pse? Atë thash çmenduri, nëse do të çmenden ekipet, gjë del Juventusi kampion. E di kush mund të jetë çmenduri. Po. Një parashikim deri diku. Komo çmenduri. Ja, më Komo nuk del. Komo po kapi Championsin është kështu, nuk. Si. Po është Juve çmenduri se e para një është shumë pikë larg, e dyta ka qenë krizë. 6 pikë është. Jo, se nuk është 6 pikë Juve. Juve 33, ato janë 39. Ver vendoset e njëherë. Po ka një ndeshje më pak Juve. Kjo Interi me Milani me këto, sepse Juve është luajti. Po. Kështu që ngjelet për tu parë, thash. Okej. Me këmbë parashikim deri diku është Milani, që tashi në 33 6 pikë me një ndeshje më pak. Tani një quhet. Luan dhe sot Juve prapë. Po luan po në darkë me Sassuolo dhe mos të shtyhet në. Tani kë zgjodhet tash se një Milanin apo Juven? Po tani për inat drejtorit si thaj Milanin, okay. Milani mendoj që del kampion. Mund të jetë sepse ka një ndeshje në javë, do jetë i çlodhur, Interi ka dhe Championsi. Po. Ndërkohë Juve pasaj mund të jetë një kështu nga këto ëndrat e keqe të këtyre ekipeve me eksperiencën që ka si ekipi më titulluar në Itali mund të shpall kampion me Luciano Spalletti. Eci. Kë kemi tani? Po kemi Francën, më duhet? Po. Francë. Dgjoj, këtu nuk diskutohet fare që është Parisi do. Ti the Parisi do marrë Champions, do diskutoj Parisi kampionat. Po pra? Parisi. Po tani, edhe unë këtu Parisi do them. Parisi. Kjo Marseja më pëlqeu para ca javësh. Mori një si vrull kështu. Po vën dy do dal. Mori si vrull, po nuk e di. Këto 2-3 javët e fundit e lëshoj, unë pësoj një humbi me të kuq, janë pak si, nuk e di, shumë gjak nxehtë këta lojtarët e Marsejas. Po. Nuk urdhro. Them që
Parisi Po, e Lioni, del kampion dhe Lioni. sipas meje nuk është ndonjë parashikim Ky Lens, madh ky. Lens, Lens. si themi, Lens ka publikun më fantastik në Francë. Gjithsesi unë mendoj që Marseille do t'ja vështirësoj Parisit atë. Ja. Unë mendoj që Marseille do t'i afrohet. Jo. Ka ekip shumë të mirë. Po unë s'thash që ka ekip në kej, po ja. Nuk. Madje e vret kampionatin Nuk ka mendoj ta që- vrarë herë. Ja, s'ka për. Okej, dakor. Unë mendoj që nuk ka për ta vrarë. Ecim. Ndalë të parashikimi jot, për çfarë them unë tani? Ecim. Kemi pastaj do prekim pak edhe këta lojtarët e kombëtares. Jo, s'kemi Kemi më kampionate. S'kemi më kampionate. Kampionatet nuk e si mbaruan, po të gjithë i tham Në Gjermani u e ka vrarë Gjermani Bayerni. nuk u lodha fare që Po, të 9 bëja pikë para. parashikim sepse Bayerni është Po. ekipi që Në Holland dominon. PSV-ja Janë pak a 11 shumë pikë para. janë pak a shumë të mbyllura si Okej. kampionate. Edhe Porto në Portugali. Po, edhe Porto, Portugali, edhe ajo Bucaramanga në Kolumbi. Në Kolumbi. Po Venezuela. Ja, Venezuela ka Maduro. Caracas është ekipi më duket. Kë? Kemi jo, po hajde. botërori tani. Këtu vini parashikimi është Ti them 4 skuadra që shikoj unë. po thuaj. Mund të vazhdosh. Atëherë shikoj Se kështu e kemi misionin sot vetëm parashikime. Po. Na lejohet. Shikoj që në botror shkojnë. Tënënënën. Vendos një muzikë këtë. Tënënënën. Ton. Atëherë, në botror 2026 që do të zhvillohet në SBA, Meksik dhe Kanada, shkojnë Walesi, Shqipëria, Kosova dhe Irlanda. Walesi, Shqipëria, Lëviz nga vendi. Kosova dhe Irlanda. Lëviz nga vendi. Po, shumë e guximshme kjo. Patjetër. Nuk e- Tre armi i takon guximtari. Jo, unë e sigur që ti dram Italia do them aty. Nuk ka dy pa tre. Po. Nuk ka dy pa tre. Dhe nga gjithë parashikimet e bëra sot, Po? jam i sigurt vetëm për një gjë, që Italia nuk shkon në botror. Çfarë anti-italian është? Fare. Franca me Italinë si kanë pasur keq marrëdhënie apo Po, kështu? pse? Jo, kanë qenë Ore, nuk ka dy pa tre. kanë qenë kështu këto në luftë, sa mbaj mend, kanë qenë aleat. Nuk ka dy pa tre. Vazhdo. Unë them Po, Itali, po, Shqipëri, po, normalisht. Turqi po. dhe Danimark. Okej. Më thënë edhe një herë, Danimark, Turqi, Shqipëri dhe Itali. Okej. Surpriza e vetme këtu i biti jemi ne si kombëtare. Okej. Kosova drejtor, po Kosova është Turqia që nuk të le, është shumë e fortë. Ndoshta Slovakia mund ta kaloj Kosova, po puna është që me Turqinë Turqinë e pret në Fadil Vokri dhe në një ditë, në një mbrëmje, ku e pret, se i stadiumi friksh. Si ke thënë, e pret në Old Trafford apo aty do- Fadil. aty drejt welcome to the hell. Po. Sa vend që ai? 12 vend, sa është 15 maksimumi. Okej. Ata aq kanë stërvitje. Mirë. Pastaj vazhdojmë me kombëtaren tani. Kam Po, me kombëtaret një. me kombëtaret. E zem se Shqipëria e futëm Shqipërinë botëror tani. Po. Cila kombëtare e fiton botërorin sipas teje? Sipas meje, Cila ngre kupën lart? Franca. Drejtori. I shënove ti se unë i shënova. Ta them, Paris Champions, Paris i kampionati. ta them dhe finalen. Brazil Franca? France. Brazil-Francë. Brazil France. Okej. Do më thënë Franca si pas te Franca. fiton botërori. Didier Deschamps largohet si triumfator. Po e fitoj një Franca. Po, Shkojnë në finale. po. Ti thua prap e merr Franca. Po nuk ka gjë. Shko. Okej, ta them dhe unë pasaj dhe Po, diskutojmë. vazhdojmë, po. Mendoj që është viti i Brazilit. Po. Carlo Ancelotti nuk ka vajtur kot. Xhaja aty. Ashtu, ha? Po. S'ka vajtur kot. Pra një teori komploti apo? Po Brazili dihet që është gjithmonë pretendent, ka shumë lojtar, po thjesht i duhet një dorë fort, një lojtar me kështu një trajner me këllçe që të vetja u tregoj vëllnin dhe të kthejë trofeu. Okej. Se Brazili ka pasur gjithmonë kombëtare dhe në vitet e fundit thjesht trajneri nuk e ka pasur gjithmonë ndonjë brazilian aty
Tite, që ishte Tite, për shembull. Ndim, Tele Santana. Punonte me Silvinho. Tite, kështu ka pasur. I vetmi që ka ashtu, mos gaboj, Luis Filipe Scolari ka qenë i fundit, që ka dalë kampion, 2002. Pastaj ka qenë gjithmonë për eksperimente me trajnerët. Ndërkohë tani kanë marrë mjeshtrin, Carlo Ancelotti. Okej. Mendoj që Brazili. Tani kemi dhe një pyetje këtu. Cili mendon që do jetë golashënuesi i botërorit? Shko, kujdes vinin se është qershor, ë? Golashënuesi i botërorit. Kush do shënojmë sipas te më shumë gola? Kylian Mbappé. Mbappé, francez dhe kështu. Po. Jo Dembele, Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé, e bukur është kjo. Edhe unë deri diku e kisha këtë mendim, por pastaj duke gërmuar pak, duke qenë se zgjodha Brazilin, do them një brazilian. Cilin? Është Estevao. Ky i Chelsea-t. Ky i Chelsea-t. Nëse mos e kam në rregull emrin drejtor se thini Estevao. Po. 18 vjeçar. Lojtar i frikshëm shumë. Edhe ai i ka besuar sulmin Ancelotti në ndeshje miqësore, ka shënuar 2 gola. Kështu që mendoj që ai do jetë në gjithmonë pa aksidente rrugës, pa dëmtime gjë. Pa aksidente se. Nëse ai do jetë lojtari që do shënojë më shumë gola. Lewandowski nuk luan me ne në. Po ja ke thënë ti këtë në Varshavë. Ja ke vënë, ja ke futur në rreth që do dëmtohet edhe tani. Po. Estevao. Po, dhe Rafinha është super lojtar. Po. Them që ky mund të jetë e drejtori është e vështirë për një titullari, po unë guxova pak këtu sepse mendoj që nëse ky është lojtar që jepet përparësi që tani, besoj që mund ta blindojë edhe vendin titullarit, ë. Kështu që edhe drejtori thotë Harry Kane, edhe është kandidati pothuajse që mund të ketë koeficientin më të vogël për të dalë golashënues. Del gjithmonë, ai shënon gjithmonë, edhe sikur Anglia mos fitoj, ai ka një shans shumë të madh për të dalë golashënues. Ecim. Vazhdojmë tani të kthehemi te kombëtarja jonë. Po. Kombëtarja jonë e Shqipërisë, që do jetë në botëror. Cili lojtar i kombëtares, ose tani si nga Polonia, cili mendon se shënon Poloni? Në Poloni? Po në Varshavë, ku shënon gol? Unë mendoj që do jetë një ndeshje e mbyllur me 1 gol do ndahet, them unë. Dhe do shënoj Broja. Vërtet? Po. Armando Broja. Lexoj edhe unë. Edhe ti? Broja. E shikon? Jemi në një mendje këtu. Po, sa, era 2 që bëjmë me një mendje? Po, era 2. Kush ishte era parë? Jo, shko, drejtor, duhet parë nëse kemi ndonjë kështu me pasaport franceze, ne? Në ekip, se po të kishim ndonjë nuk kemi, atë do zgjidhte ky. Ndonjë francez. Balliu. Ka kështu dokumenta franceze? Jo. Ka spanjoll, më duket se ka. Apo jo? Ka një origjinë nga se ka jetuar në Francë ai shumë vite. Mos ka lindur në Metz. Flisë edhe frëngjisht. Po, mbanon atë. Kemi bërë një intervistë Balliut, domethënë unë me pyetjet vini e përkthente se duke qenë se është një si gjuhës frënge dhe fliste me Balliu mbas europianin ndeshjen me Spanjën. Po kush ishte ajo që ishim dakord herën e parë të dy? Po kemi qenë, unë shënova këtu, ka qenë Tirana dhe Bylis që bien nga kategoria. Po. Kështu që e dyta është Broja. Pastaj. Ecim. Një tjetër, drejtori thot Muçi, Okej. Muçi. Por drejtor kam frikë që mund të bëhet edhe një gol nga ndonjë mbrojtës edhe na ashtu parashikimi fare. Skale. Me kokë. Rëndësika me kokë aty. Rëndësika të bëhet. Tani, kjo është një pyetje kështu, është pak e pikante. Po. Cili lojtar i kombëtares do të riqet në vitin 2026? Do të rriqet? Po, do të rriqet nga kombëtarja zyrtarisht. Jo i lën në kështu në arrest. Zyrtarisht i bëhet një ceremoni siç u bë këtyre Roshit, Balet, Lenjanit. Po Cikalleshit, si bën ceremoni këta? Po sepse nuk është ndarë mirë pra. Edhe? Ose mund ta ftojnë në botëror. Mund të ftojnë sulmues në botëror. Si është ndarë mirë? Po çon Cika si? Nuk u nda mirë. Po edhe? Ose bashkë me tritin të dy nuk pranuan që të ndoshta ju është bërë ftesa. Në ndjenjën time më duket se ju është bërë ftesa, por nuk kanë pranuar. A ta themun atëherë cili lojtar? Po, cili mendon se mund të triqet? Mbas botërorit. Po, mbas botërorit. Jo, mund të triqet edhe dhjetor 2026. Po, viti është ai, kupton? Ali, Nasser Ali. Interesante kjo. Pa ish kjo mbrojtësi majt qendër. Interesante është. Patjetër.
Gjimshiti do të Gjimshiti është me kulm drejtor. Gjimshiti është Gjimshiti është akoma kapiten. Dhe shiko si do bëhet, sa bukur do bëhet. unë them Do kemi një yll në hyrje. Poj Dinamos, Nezirin. të bëjmë një change, të heqim Nezirin të Jo të heqim, ta fusim Nezirin. Okej, po të jap edhe një tjetër këtu. Po? Mund të zgjedhësh edhe një emër tjetër. Ha. Sepse kjo është shumë gjëra jo vaska e përveç Alit, cili mendon që mund të jetë afër treqes tjetër. Nëse kam 2 për vete, prandaj thash barazoja 2-2. Aha, okay. Shkoj, janë këta lojtarë që mund të mos jenë grumbulluar mo. Kohët e fundit, janë në scenare, se mund t'i bëhet një ceremoni për ti, siç u bë Abrashit për shembull. Po pra ky që ishte me Tiranën. Kush me Tiranë? A më thuaje? Çfarë? Sulmusi? Kur mos me Tiranë, se më habita. Ishte me Tiranën, pastaj shkoi, e mori kombëtarja. A më Sulmusi krau do? Gjigja. Jo Gjigja më jo. Ai Seferi, Seferi. Po interesante. Ha? Është pak i vogël Seferi. Si i vogël. Në mosh. S'mund të bëj treqen që tani. Ose në mosh. Po tash atë Lenjani është treqetor, unë emrat e mi janë. Ato e të roqë ti thjesht të rreq. Ja, po shënon Guran Turqi 2 ai. Po të roqë nga kontra. Nesër. Po nesër thot, si nesër. Unë them që Frederik Veseli, po, që është ose Ivan Belliu. Ka dhe moshën fix, është 4-5 vjeç. Ja, hyse aty. Stoik, pa shkuar 200 ndeshje. Pa shkuar 200 ndeshje, nuk pa shkuar hyse 134. Në rregull. Ku jemi tash? Cili lojtar i kombëtares ndryshon ekip që në janar? Në janar? Po. Ky, Aslani. Aslani, Po. Tjetër? Apo vetëm njëke? Bajrami. Dhe Bajrami. Po. 2. Aslani Bajrami, këta 2. Unë mendoj që Ysaj. Ysaj. Po. Po them dhe Uzuni, ajtë. Se Aslani me që e kapet ti. Jam dakord për Aslani që flitet që është në për të kthyer te Interi, por po them Uzuni dhe Ysaj. Interi do ta uazoj. Po. Them Uzuni dhe Ysaj. Okej. Uzuni dhe Ysaj. Ti the Bajrami dhe Aslani. Po. Okej, vazhdoj me tjetrën. Nuk mbarova. Jo, kemi akoma, kemi dhe ja tretë të fundit. Po. Kemi futbollisti që shpërthej në 2026. Kjo është për kampionatin vendor në Shqipëri dhe jashtë. Është e përmbledhshme kjo. Në Shqipëri shpërthen Leku. Nezir dhe Qefalia. Nezir që po nga këta jashtë. Flas për sezon, pjesën e mbetur të sezonit, ë? Po. Nga këto kombëtarës. Jo. Lojtar ndërkombëtar. Lojtar ndërkombëtar. Një francez. Pse di lojtar. Për mos kudo mund të thuash që mund të shpërthej këtu. Rashford. Ku ma gjena Rashfordi? Ku ma gjena Rashfordi? S'është interesi drejtori që të shpërthej Stefan. Do jetë patjetër do jetë viti Xhakës. Do jetë Xhaka, i sigurt fare. Do ngrihet edhe më sipër. Do ngrihet shumë lart. Domethënë që po thua të shpërthej Xhaka i bie të fitoj titullin, po them kot tani. Lojtari më i mirë në Premier League. Po. Kjo është pasaj që ta nxjerrë të parashikimin. Okej. Un po them do jetë pjesa e mbetur e këtij sezoni do jetë për Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ka qenë një deri tani. Po këtu. Besoj që do shpërthej. Po këtu kene. Këtu do jetë Bernard Berisha. Bernard Berisha. Po. Edhe unë nga Dinamo e kam. Ti the dele e grata kampion dhe shpërthejnë këta, të Dinamos. Një çik në kontradikt, po nesër. Unë the Bernard Berisha dhe pash që ka dhënë disa shenja, sikur ka hyrë në atë ritmin e kampionatit dhe besoj që do jetë ai që do bëj diferencën. Ecim. Tani, e para fundit. Ka një foto drejtori, janë 3 lojtar shqiptar, po, të cilët janë përfolur për të, 2 domethënë janë përfolur për të veshur fanelën e kombëtares, ndërsa njëri e ka veshur, por ka 3 vite që mungon. Anis Mehmeti. Po. Ka qenë në qershor 2023 mos gaboj, po për të fundit me ekipin kombëtar, ndërkohë Nelson Viper dhe Brian Gruda nuk kanë thirrur ende, domethënë, ata ftesën e kanë marrë, por nuk kanë pranuar të vishen me fanelën e ekipit kombëtar. Tani parashikimi jot, cili nga këta do vi me kombëtaren? Do vi me kombëtaren i pari. Nelson Viper.
Nelson Viper? Po. Dhe shnohet ty dhe do vi. Unë them do vi Mehmeti për. Mehmetin Mehmeti aty të krave me Mehmetit janë 100 lojtar. Pa je shpeu për Mehmetin që s'ka vend. Apo jo. Po mirë. Se vetëm ai është shef që s'ka vend, po nëse. Shumë, unë mendoj që ky Viper është lojtar i mirë, po aty ke mana e broja. Uzuni ke sulmu sa duhesh. Daku. Ky është super lojtar. Di që është super lojtar dhe do ishte një vlerë e shtuar, po sa është dhe i vogël, 20 vjeç mos gabojmë. Shikojmë. Varet se që Po ka këtë sulmues në Gjermania në vend të këtij. Si është ky Walt Made, si ka ky? Kurse Gruda do Po këta tjerë të jarove ti këta Gjermani? Gruda do zgjedhë Gjermaninë. Gruda. Po. Po Gruda ka këta Virts, çka këta tjerët. Gnabry aty ka konkurenca Musiala në krahun e tij. Po. Po mirë. Është pa konkurrencë la. Ecim. Na bëhet çefi që të vinë me Shqipërinë të tremo, edhe Mehmeti të rikthehej. Po patjetër. Po që unë mendoj që Mehmeti mund të jetë Paqja 25. si parashikimi im është që Mehmeti mund të jetë ai që mund të jetë i pari që mund të 25 janë. Hajde, e fundit. E fundit. Bugatti, kjo është No. Do të ketë kandidat përballë Armand Duka në zgjedhjet e FSHF-s që bëhen këtë vit. Sot u bën ato zgjedhjet e Tiranës. Do të ketë po jo. U rizgjodh krenari Mehmeti. Do të ketë përballë kandidat, po. Do të ketë. Po. Po mund të ishte shpallur do njëri deri apo do dali çu. Apo do kandidosh veti, Jo. do ketë. E ketë i parashikimin këtu me doble shans. Jo. Jo? Do dali çu underground. Do ketë kandidat. Unë them nuk do ketë kandidat. Ti thua do ketë. Do ketë. Okej. Ose mund të gjejnë një kështu. Ato ta kam thënë që dhe pospati do ta gjejnë. Do me thënë, Duka mandati 7 titullit. Po. Do me thënë, ti thua do ketë, do dalë një kandidat. Po. Do dalë një kandidat kështu serios, që do bëj fushat, apo kandidat sa për të bërgara, se tani. Po këtë s'ta them do të tashi, mund ta themi mas një 2-3 episodesh, sepse do merremi gjëre gjatë me këtë kur të caktohet data e zgjedhjeve, kur të Po, deri në 6 muajt e parë janë të vitit, duhet të zhvillohen zgjedhjet. Normalisht unë mendoj që do zhvillohen nga marsi ose mund të zhvillohen nga prilli. Ka mbaruar dhe unë them ta bëj para. Para? Që të shkojmë botror si president. Me mandat. Unë them do e bëjmë fillim marsi. Fillim marsi. Okej. Ajo është do një interesante për data më, po thjesht nëse do kishim një kandidat vini, jemi në janar, do ishte shpallur dikush. Qoftë edhe për të dalë për të thënë 2-3 gjëra kundër, ose gjithë i friksohen. Dukës. Shikojmë. Këto ishin parashikimet e Okul Sportit. Tani unë munduam të bëjmë disa parashikime interesante deri diku. I bëm parashikime që ju shikojmë. Shpresojmë të na dalin. Tani në 90% mijave do dalin. Gjitha më, po të zgjedhësh gjithë Francën, normal që do dalin. Okej. Kemi gjë tjetër? Ja. Nuk kemi gjë. Tani te episodi i radhës shihemi. Tung.